pushtetin, ka mandate të vjedhura, është i certifikuar si ajdut, dhe tani, ka disa njerëz që u konvenon të thonë në për studio publike, shikoni se këtu s'ka opozit dhe më mirë të elëm t'i Ramas. Po ky Rama shikoni më çabon. Po gënjejnë ata? Po si thua? A ka hipokrizi më të madhe? Solli tha disa teza. Zgjedhet po s'ka njeri përballë. Zoti Po dilti hapet një parti politike miku im. Po të mbështes edhe unë. Faleminderit. Ik mund të shtetin. Faleminderit. Po ju bëj disa pyetje më të Jo të shmon se ti nuk e do PD-n. Unë nuk e Ti dua urren PS-n, po nuk e do PD-n. Unë nuk dua PD-n. Duhet të dish të jesh analist objektiv për të dy për Unë jam shumë objektiv, po them në Ti kushtet thua kur kjo vjen qeveri është On the record është objektiv. On the record o kam kritikuar unë partinë time, o s'ka njeri ta ketë kritikuar publikisht. Sa ko po? Po ne jemi në Tani betejë. ke harruar. Ne jemi në betejë sot, nuk kam harruar unë. Unë jam njeri që çoj propozime në partinë time. Merrem parasysh. Cilat nuk i vin mirë një pjesë të kolegëve aty. Jam konkret, unë jam për pasion politik. S'kam asnjë interes, përveç interesit publik dhe interesit tim si qytetar për të parë politikat e zgjaftës të implementohen në shoqëri. Jam më i gjatë se ca kolegë. Kur nuk të dëgjojnë ty, si të dëgjojnë popullin e thjeshtë. Është e vërtetë. Dhe unë me sa kam patur mundësi, kam bërë politik me ato mjete që koha më ka dhënë.